Është privilegj me luajtë ky stadium realisht, por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kena bërë për këtë eliminatore. Meritoshin këto vajza, se kanë punu shumë, kanë djersit shumë, kanë marrë pikë të rëndësishme dhe këtë tregon një rritje për ekipin tonë kombëtar, që është falë këtyne vajzave dhe mundit dhe sakrificës tyne. Shumë i kënaqur jam me Cori, ndoshta kjo nuk ishte në neshët tona më të mira kjo sot, pavarësisht rezultatit. Nuk mund të them që ishte neshja jonë më e mirë. Por për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqur. Kena pas mundësi prapë me bërë ndoshta në ndeshje edhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne, kena qëndru, po thëjmë në ligën dhe pretendojmë që kemi në play-off të kampionatit botëror. Dedikimi im personal është për këto vajza. Ja dedikoj dhe i vlerësoj jashtëzakonisht shumë, sidomos ato vajza që kanë vite që po luajnë në futbollin e femrave, jena rrit bashkë, u bën 10 vjet që jemi bashkë këtu dhe dedikimi është vetëm për ato vajza dhe për gjithë grupin, për gjithë grupin.